Bie në pranga e rea greke u kap me 40 kg marijuanë, pëson shqiptari në shtetin Helen. Një 26 vjeçare greke është raportuar e arrestuar në portin e Lamias në Qipro, pasi në bagazhin e makinës me cilin ai udhëtonte u gjetën 40 kg kokainë. Mediat helene bëjnë me dije se reja greke kishte udhëtuar drejt Tajlandës, ku ishte shoqëruar nga dy burra, një grek dhe një shqiptar, ndërsa ajo në kthim ka udhëtuar drejt Qipros shoqëruesit e saj janë kthyer në Greqi. Gjatë kontrollit në aeroport, 40 kg marijuanë u gjetën në 2 thas me vakum nailoni, të cilat përmbanin thas më të vegjël me lëndë bimore. Në 48 orët e fundit, pas një sinjali të Interpolit për llogari të shërbimit kundër narkotikëve të Qipros, janë kryer kontrolle në banesa në Lamia, si në banesën e 26 vjeçares, ashtu edhe në ato të ish bashkëshortit. Hetimet janë kryer me diskrecion absolut dhe deri tani nuk ka asnjë njoftim zyrtar për gjetjet apo lidhjet e mundshme me një rrjet ndërkombëtar droge.